Mirë mbrëma, jemi në datën 27 maj 2026 në orët e mbrëmjes. Jam afër shtëpisë gjithmonë në një park që e kam shumë afër. Do bëj këtë video, do përpiqem të shkurtër, sepse kështu them gjithmonë video të shkurtër apo video pas e zgjaten, të cilën do ta ngarkoj në kanalin YouTube. Tema e videos për drejtësinë natyrisht, për xhunglën kudo në botë, por veçanërisht në Shqipëri apo në Kosovë, ndoshta në gjithë Ballkanin, Maqedoni. Një xhungël që më i forti, i vetmi ligj që është fiton më i forti. Dhe ku policia gjithmonë mbështet më të fortin. Do më thënë, gjoja shkon për zgjidhur probleme, po më shumë i komplikon, i ngatëron, se sa i zgjidh. Pas e më mbas futet prokuroria, futet gjykata, me këtë reformë drejtësie kanë shkatërruar fare. Këtu përsëri me reformë drejtësi, gjithmonë fiton i forti. Duhet të flas për një video, për një ngjarje që është transmetuar dje nga ky Fix Fare, për një avokat me emrin Zaçe Islami, për një konflikt të pronash që kanë në progonat të Tepelenës, dhe dua me fjalë që të bëj disa pyetje në lidhje me këtë që ka ndodhur, sidomos me faktin që si dy gjëra duhet të them, kur një person i cili kërkon që t'i bëj keq tjetrit, herët apo vonë do i kthehet atij. Dhe me sa kam kuptuar Zaçja, që unë e njoh, e kam takuar, por kjo nuk do të thotë që të mos i them ato që ndodhin. Kam takuar në 28 mars 2010, ku ai më ka ardhur tek manifestimi në Tiranë për vjetorin e tragjedisë së Otrantës, dhe nuk e di a është e vërtet, sepse u prezantua si familjar i viktimeve të Otrantës, dhe këtë është për të verifikuar. Më mbas pasaj kam ndjekur në këto dalje në televizor, si gjithë shqiptarët, kam bërë një gabim me Zaçe Islamin, sepse tani e kam të qartë, jo vetëm për Zaçen, por për gjithë ta avokatët në Shqipëri që dalin në televizione, që dalin në televizion thjesht për të kapur klientë, sepse nuk po i shoh që bëjnë punën. Edhe një gabim ka bërë me Zaçen, sepse ja prezantova, ja këshillova dikujt si avokat, edhe personi jo vetëm që s'ngeli i kënaqur absolutisht, por dhe harxhoi para të pamerituara, me një fjalë, para të marra prej Zaçes në mënyrë të pamerituar. Ky ishte një gabim im, i kam kërkuar falje personit. I kam thënë që për fat keq ne nuk e njohim Shqipërinë, nuk e njohim ata, dhe i shohim për televizor ose kështu, dhe nuk e dim. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme, që të kuptojmë që këta që dalin televizione, dhe që bëjnë atë, se bëjnë do të bëjnë vetëm me një gisht, bëjnë atë shenjë dhe gishtave, sepse Zaçja është një nga këta avokatët që ftohet shumë në televizor bashkë me Spartak Ngjelen, këta dy avokatë. Andaj nga Kosova keni një Gashi, kujdun, këta thjesht dalin televizor për të fituar besueshmëri, për të kapur në një klient. Për të kapur në një klient, po jo për të zgjidhur punë, sepse nuk më duket tani që këta zgjidhin punë. Unë një shem, vetëm një eksperiencë kam me një fjalë me një person, që thash është unë në Romë dhe më vjen zor kur e shoh, sepse u bëra shkaku që ai humbi parat tek Zaçja. Zaçja do ta shohë këtë video, dhe unë nëse ashtu nuk as po e shaj as ashtu, por domethënë ai duhet paktën të sqaroj çfarë bëri për person që i thash unë, për atë sasi parash që mori, që s'ka rëndësi, nuk po e them shifrën këtu, që justifikoj punën, me ka punuar apo s'ka punuar. Sepse kjo është një detyrim profesional, qofse vërtet këta janë avokat, por nuk i shoh që këta janë avokat. Këtu tani unë kam qartë shoh për Shqipëri nuk ka avokat,
ose ata që janë nuk dalin televizione, ata që janë, se ndoshta ka dhe njerëz të ndershëm, pra ata s'dalin kur në televizor. Nësa këta që dalin televizor, këta jo vetëm që s'kam bërë ndonjëherë, nuk besoj se kam fituar ndonjë çështje. Thjesht kanë manipuluar me daljet e tyre në televizor. Kalojmë tani tek Zaçja. Zaçja ftohet shumë nëpër televizione. Në momentin e koronavirusit, pandemisë, pati një rol pozitiv natyrisht, po kjo nuk do të thotë që me atë si thuash, duhet tani dhe neve të mendojmë me fjalë se këta njerëz, me qenë se kundërshtuan pandemin, janë me neve. Ajo që kam kuptuar unë, që gjitha ata shoqërit nacionalistë që ulërin me flamujë, me Skënderbeun, me Nën Terezën, me Shenja Gisha, Shqiponjë, se kujdet, keni kujdes me këta. Se këta mbrapa këtyre mashtrojnë njerëz. Ky është problemi. Domethënë këta i përdorin Shenjën dhe Gisha për qëllimet e tyre, për pandershmëritë e tyre, një farë mënyrë. Pra të tillë janë gjithë ta gishaxhinët, unë i quaj gishaxhin. Ta shkojnë aty dhe kundër grekut, kundër serbit, për të mbuluar atë natyrën e vërtet që ta kanë. Tani, unë jam kundër këtyre zakonisht kamerave televizionit, por kur ato përdoren mirë, natyrisht nuk jam kundër. Qofse këto kamera përdoren nga ne dobtit, ku ta gjejmë. Domethënë në këtë rast, në rastin e Zaçës, Fiksi ka punuar nga ne dobtit në vërtet. Po kjo është ligji në Shqipëri. Çfarë ka ndodhur si histori, mund të hapni të fiks faren. Zaçë Islami, me gjithë gruan e tij, unë nuk e dija, sepse shifja një video që ai ka nxjerrë dhe thoshte jam avokati i çështjes, po nuk e dija që flitej për gruan, tani u kuptua, që ai në vërtet ishte avokati i vetes tia, dhe bënte video për të vënë vështirësi këta komshinët që kishte aty në progonat. Që ata të bënin në një veprim dhunë dhe pastaj që këto t'i përdorte edhe i bëri publike, që nuk duhet i bësh normalisht. Nuk është jo vetëm që është korrekte, po është dhe e dënueshme. E vërteta që nga ndryshe, e vërteta që nga se Zaçë Islami ka zënë shpinë 3 vajzave me mjemër Daci, ishin vajza jetime të Aishe Dacit në progonat, siç na e sqaron Fiksi dhe ato që njerëzit që janë aty. Dhe këto veni nxjerrin me forcë harbutshe, siç ndodh në Shqipëri, në vitin 2022. Kur ato ishin në shtëpi aty, që në vitin 1987. Shqiptarët kanë luajtur mendsh. Janë çmendur, nuk janë mirë nga trut shqiptarët. Shqiptarët do, siç e kanë nisur, do eliminohen që të gjithë. Pse? Sepse Zaçë Islami bën shumë lehtë patriotin dhe për t'i vënë tjerë në vështirësi, i bën thirrje Sali Berishës, jep dorëheqjen, flet kundër grekëve për racizmin e grekëve, flet kundër serbëve, i bën lehtë këto gjëra. Do me vënë në një vështirësi tjetër. Por problemi është që tani u rrotullua këtia, sepse shkoi Fiksi dhe i bëri video këtij tani. Tani shohim si do dali ky. Ky është futur në 2022 me forcë, i kanë nxjerrë me dhunë ato 3 vajzat. Dhe ekzistojnë filmimet. I kanë nxjerrë me dhunë 2022 kur ato ishin në shtëpi, aty e kishin ndërtuar vetat shtëpi, që në vitin 1987 dhe në 2022 sa vjet bëjnë, se jam i matematikës, po s'po i mbledh dot numra se janë shumë. Janë 22 dhe 13. Pra janë 35 vjet. Po 35 vjet, e para i ka marrë në kohën më falin 87-85 e kanë marrë ato. 85 dhe 2022 me fjalë janë 27 vjet. 37 vjet falem. 37 vjet është marrë në kohën e komunizmit, kohën e qeverisë përpara të 90-s, e cila ishte qeveri e ligjshme, madje e zgjedhur nga populli më shumë se sa është e zgjedhur sot. Qeveria e Enver Hoxhës,
Diktaturë ishte, për ishte më shumë me zgjedhur nga populli se sa janë qeveritë e mbas 90-s. Në fundit do ishin qeveri që këtyre si Zaçja ju të regonin vendin. Në kuptimin ato patën parime, raportin e njeriut na duket neve që i shpronësum njerëzit, është e qartë i shpronësuan për interesin e përgjithshëm. Do më thënë, krijuan sistemin socialist, është problemi. Prona nuk është toka e Zotit, prona nuk është autoktone, si shtot Zaçja Islami. Jam autoktonu dhe ka gjetë një certifikat 1948, thot 1951, dhe e tregon aty e kujdun me këto kamerat. Edhe ju bin qafë Zaçja këtyre fukarenjve aty. Në fillim duke u bërë video, tani u ka zaptu shpinë, që u zapto ka shpia, basi ti ketë 37 vjetë në atë shpi dhe u fut ka tjetëri me forcën të ka jashtë, me pretendimin se kjo është prona ime. Ora, ekziston ajo që quhet uzu kapione, që vetëm shqiptarët nuk e din. Shqiptarët kërkojnë pronat e pellazgëve, e të ilirëve. Prona ka ligjet e veta, do më thënë ka principe, nuk është vetëm një princip që të kesh emrin në kohën e perandorisë romane. Në kohën e mbretëreshës Teuta, ti dhe ke emrin diku, ti dhe je pronari asaj toke, se kanë kalur shekuj, kanë kalur vite. Prona i takon në radhë parë jo ati që ka emrin hipotek, por ati që realisht e ka. Këtë se kanë mësuar njerëzit. Realisht është aty. Dhe kjo shtazëri, ne jetuam në Tiranë. Kjo shtazëri, mënyrë të menduar, është e përhapur tek gjithë njerëzit, te policia në radhë parë, te prokurorët, te gjyqtarët, është një mentalitet tribal. Po tribal në kuptimin mentalitet shtazarak. Do më thënë që të varfrin, ta shtypin dhe ta mbysin. Këtë filozofi kanë. Unë po kthehem pak në atë historinë që kishim ne të shtëpisë. Shtëpia në Tiranë, që kishim marrë me qira neve, që të nxirin nga shtëpia me qira të paguar, 2 muaj të paguar dhe 1 muaj depozit. Pra ishin 3 muaj qira, 3 muaj. Dhe nuk ndetëm as 3-4 ditë. Dhe të nxirin nga shtëpia, duke ndurur bravën, dhe të vi policia, dhe të mbaj anën e këtyre që në nxorën ne nga shtëpia, mua la të kostuj me gjithë vajzën time. Kjo lloj shtazërie unë në Itali, se thonë në njerë kush është dallimi, sigurisht nga italianët edhe e keqja në Shqipëri. Por aty ka gjetur terren shumë më të madh. Kjo është dallimi. Mua këtu nuk më ka nxirr njeri nga shtëpia kur kam paguar qiran. Kjo më ndodhi në Tiranë. Ndodhi në Tiranë duke nduruar bravën ai bastardi aty që është i ngjashëm me ta të dhunshmit. Nduroj bravën me ndërmjetësinë, me bashkëpunimin e agjensisë të këtyre real estate, me bashkëpunim me policinë e Farkës, me bashkëpunim me prokurorën e Tiranës. Pastaj bëra unë shkruajtja letra poshtë lart, asgjë sepse vepron ligji i fortit. Shkova i ditë atje në afër shtëpisë aty në rruga Peti është ajo, Tiranë, dhe erdhi policia i thash unë do futem shtëpinë time se kam paguar, kam kontratën e shtëpisë dhe kam paguar. Jo, po u futet ti do të marrim ne me forcë aty ty. Do më thënë mua ti do marrish me të forcë se po mbron atë rrugaçin aty. Në rastin e Zaçja Islamit nuk është rrugaç ai Goga çka quhen ata Sokol Goga që arrestoi shturpi i madh. Policia vete tani aty mbi bazën e mashtrimeve që bën Zaçja Islami, duke thënë sigur ai i bëri ndonjë gjë kujtu këtë, pas një lloj prove e marrin me forcë ai Sokol Goga, nuk e di mbi emrin, ai ka një farmoshe dhe e marrin me forcë tani, ndërkohë që Zaçja Islami e gjur me gur atë përpara. Policia nuk i dinte këto, natyrisht. Po pse policia tani shkoi kapi gjahun e dobët dhe nuk kapi
Zaçe Islamin. Por arrestoi atë, domethënë e qunë ndalim, e qunë shoqërim, ç'lidhje ka? E poshtërove përpara motrës, përpara njerëzve. Ushtrove dhunë, 3-4 policë duke futur me forcë në makinë këtë Sokolit. Pra këtu është problemi është shumë i gjerë vërtet, është problem kulturor, problem historik, themi gjithmonë aty, domethënë që ne nuk, edhe natyrisht dhe ligjet janë bërë lëmshë, dhe natyrisht shteti që është krijuar sidomos drejtësia e re është skandal fare. Kjo drejtësia e re godet doptit. Nuk godet të fortët vërtet. Drejtësia e re është bërë, s'paku është bërë për goditur Ilir Metën, dhe të gjithë ata shqiptarë të cilët do mendojnë për interesin nacional të vërtet, jo që do bëjnë shenjat e gishtave. Se këta që bëjnë shenjat e gishtave, këta që ulërinë kundër serbit e kundër grekut e kundër maqedonësit, këta janë mashtrusit. Këta veshin atë ftyrën e tyre me flamurin e shqiptar, edhe thonë ne jemi shqiptar, ju jeni anti-shqiptar. Pra vim policia falni, dhe ka pa të. Shifeni komplet atë videon e stopit, e kësaj të fix fares. Dhe më thënë, tani Zaçe Islami para 4 vjetësh ka hyrë me forcë i ka nxjerrë jashtë njerëzit. Ku është ka qenë policia e Progonatit apo e Tepelenës gjatë gjithë këtyre viteve? Pse i lejon këtë futje me forcë? Pse policia e Farkës lejoi që mua, Lat Kosturi dhe vajzës, të na nxjerrin jashtë me forcë nga shtëpia? Pasi unë nxjerr ka njeriu me forcë nga shtëpia ku banon. Arsyet pse banon e ka zënë, ka hyrë, nuk e shtetia, etj. Këto unë nuk du të futem me këto gjëra. Absolutisht, këto janë probleme të tjera, por në momentin që ti je 37 vjet në një shtëpi, ajo shtëpi është e jotja. Sepse kudo në Europë ekziston ligji 20 vjetëve. Në gjithë Europën, këta Shqipëria që do futet në Europë, e gabuar apo e pa gabuar, të drejtën e pronës nuk e kem shumë se 20 vjet, drejtën e shtëpisë flasim, po e tokës bujqësore është më pak, është 10 vjet. E thënë me pak fjalë, në qoftë se ti ke ndetur 20 vjet në një shtëpi, aq më tepër këta e kanë ndërtuar vetë nga themeli. Ti ke ndetur 20 vjet në atë shtëpi, në të cilën nuk ke hyrë me forcë, nuk ke dhunuar njeri kur ke hyrë në shtëpi. E ke gjetur bosh, po themi. E ke rrugulluar, ke mirëmbajtur, e ke pastruar, e tjera, bas 20 vitve, a i pronarin letër, në qofë se egziston, që këtu Zaçe Islami se egziston faras në letër, a i pronarin letër, zhduket, nuk egziston më, sepse ka të drejtën, interesoni për këtë, emigrant e din, uzukapionen, e din si çdo thot uzukapionen, një pjesë ata që janë më të informuarit. Këtu, kur japin me shpinë me qiran, kur afrohet 20 vitëshi, duan të nxjerrin përpara një 4-5 vjetëshi, se kanë frikë se po u plotsu 20 vjetëshi, u mbet të drejtën e pronës qiradhënsi. Pra shtëpia i kalon atij që ka pagur qiran, me ligjet e Europës. Se po bërtasin njerëzit futemi në Europë, ja pra këto janë ligjet. Por njerëzit duan ligjet se këto janë ligjet e mira të Europës. Por njerëzit duan ligjet e xhunglës, ligjin e të fortit. Ku dhe policia shkon brapa të fortit, gjoja po vendos rregullin, po e prish rregullin. Ku dhe prokurori më mbrapa bën atë mishmashin duke mbajtur anët forte, si që bëri rastin ton. E pa që bëndjeni e pa imagjinueshme, me fillon kursi imagjinoja që për shembull duke paguar qiran dhe të nxjerrin nga jashtë, nga brenda, të nxjerrin me forcë, se me forcë na kanë nxjerr, me qirat paguar, me fjalë, kjo është e pa imagjinueshme, ka ndodhur vetëm në Shqipëri, Tiranë. Nuk e di sa ka probabiliteti, po ja që pas ka dhe raste të tjera. Pra dhe arrestojnë atë. Tani ka disa çfarë duhet të mësojmë edhe këtë, se këta njerëz, unë thash, s'kam gjë personale me Zaçe Islamin. Absolutisht, unë po interpretoj atë që ka ndodhur dhe eksperiencën time negative, direkte personale me Zaçen,
për këtë person që, sepse ndjem fajtor që kam këshilluar që të shkoj, që të pranoj si avokat Zaçen, sepse tani, me këtë mendje që kam tani, s'do e merja kur Zaçen avokat. Për shembull, ai për detyrim profesional duhet shpjegonte çfarë bëri me ato para që mori, për shembull. Ai nuk e ka sqaruar, siç bëjnë avokatët këtu edhe në Itali. Po nuk i kundërshtove, po nuk të shkelin me këmbë, nuk diskutohet. Edhe këtu të grabitin e të vjedhin sa dush. Gjithanej është ky problem. Por tani ai del shpesh në televizor, ky është problemi. Ai Spartak Ngjela, këta hiqen, këta janë bërë sikur janë këta pararoja, sikur kush e di çfarë din, se këta s'din asgjë. Sepse unë nuk po i shoh që këta kanë një nivel kulturor, dijeje shumë të lartë dhe ne mund të mësojmë diçka prej këtyre. Çfarë mund të mësoj unë prej Zaçe Islamit apo prej Spartak Ngjelës? Çfarë mund të mësoj? Çfarë thot ai? Unë e ftova herë për të bërë 2 video, për të folur, për të bërë një video, më falni, jo, një apo bëm 2 video, s'm kujtohet, për të diskutuar për drejtësinë, se thash ky avokat diçka duhet di. Edhe tema e videos ishte do me thënë se si trajtohen një shqiptarët për para policisë, policia punon, a e bën punën në mënyrë korrekte, abuzon në arrestimet pa prova e tjera tjera. Pasaj videot e i fshiva, nuk ekzistojnë më videot, sepse më thanë dhe njerëzit thanë që janë këto video. Sepse videot, ata njerëz që ndiqin kanalin tim natyrisht janë afruar me mua. Ky tani për rastin e 2 vajzave në Kosovë, më tha mua, asaj vajzës italiane, tha, ju krujt vetë, tha, që iku në Kosovë, tha, një avokat, ti e pytë, i thua, si është niveli drejtësisë, a ka drejtësi, më çfarë mendon për këtë ngjarje në kuptimin e respektimit të rregullave, të ligjeve, respektimit drejtës njeriut, të parimeve të shtetit drejtës, ti kërkon të mësosh, ai nuk di ti thoj këto Zaçja. Zaçja nuk i di këto fjalë. As Zaçja, as ai tjetri, Spartak Ngjela, ai bën sikur i di, dhe ai. Por tha atyre vajzave, tha ju, asaj vajzë, tha italiane, ju krujt vetë, tha çdonte ajo në Kosovë, tha, shikoni çfarë avokati, çdonte ajo në Kosovë, po ç'pun ke ti se shkojnë në Kosovë, shkojnë në Maqedoni, shkojnë në Turqi, është problemi im. Të s'ka italian që shkojnë në Kosovë, fare? S'ka vajza italiane që shkojnë në Kosovë? Ka. Për motive të ndryshme, për të parë qoftë edhe Kosovën. Për të shkuar në Serbi tutje, nëpërmjet Kosovës. Edhe unë i hoqa videot. Natyrisht i hoqa dhe aty, dhe më thënë, krijova këtë idenë e këtyre avokatëve që dalin në televizion. Po jo vetëm Zaçja, dhe ai tjetri avokati Ilir Metës, mos mendoni se del në televizor bën trimin aty. Duhet parë se sa vërtet i mbrojnë klientët. Ky kujtim sakrani. Ande nga Kosova keni sa dushi, dalin në televizor, thotë unë jam avokat, jam ekspert sigurie, jam kështu, jam ashtu. Duhet parë këta kanë fitur në i çështje gjyqësore, apo thjesht flasin në për televizion, dhe pastaj ndodhin këto ngjarjet e tjera. Të shkollajt i bësh video tjetrit, ta manipulosh dhe por kur të bëjnë ty tani video, këtu ndryshojnë tani. Ndryshojnë rolet. Pra në këtë rast zbulohet një Zaçe Islami tjetër, jo ai Zaçe Islami, ai trimi nacionalisti që do Shqipërinë dhe s'flet dot, nuk flet dot që urren grekët se grekët janë racistë. Po shifini, grekët janë racistë. Por të nxjerrësh 3 femra, 3 vajza jetime, ty që kanë ndërtuar vetë atë shtëpi mbas 37 vjetëve. I nxjerr me forcë. Dhe jo vetëm aq, po kërkon të eliminosh dhe komshinët. I prishin gurët, i prishin muret, çfarë bënin aty këto, të 2 bashkë, burrë e grua. Unë po them atë që realitetin që është. Nuk është problemi të shajmë personalisht Zaçe Islami. Problemi është Shqipëria janë kështu shqiptarët. Shqiptari që ndihet më i fortë se tjetri, e shtyp tjetrin dhe shteti shkon me atë. Ky është problemi, këtë duan nxjerrë. Dhe këta që shtypin njerëzit, ata dalin në televizor si burrat mirë. Pra ky është mesazhi i kësaj video. Se këta njerëz janë këta që po shkatrojnë. Këta kanë policinë me vete,
kuptimin që policia instinktivisht, sepse policia është i tillë, edhe prokurori është i tillë në të menduar, edhe gjyqtari është i tillë. Domethënë që ta masakrojnë të dobtin, nuk e kanë ata që të bëjnë drejtësinë, po të masakrojnë atë që është më i dobët. I vunë hekurat aty Sokol Rrugës, kot fare. Pse duhet të vinin hekurat, ta vinin në makinë në mënyrë aq humiliante, aq poshtruese? Pra kjo ishte video, për sot do ta ngarkoj në YouTube. Domethënë mos shihni ato që sjelljet formale të jashtme të njerëzve, sidomos të shqiptarëve. Mos i besoni këta që merren me arbreshët, se arbresht kanë ruajtur gjuhën. Mos i besoni këta njerëz. Mos i besoni këta që merren me gjuhën shqipe në Maqedoni, sikur këta janë do kërkojnë të ruajnë gjuhën e kujtun etj etj. Këtë patriotizmin fals, që na ka shkatulluar për 120 vjetësh. Domethënë përpiqemi ta eliminojmë, sepse ky po na zhyt. Ky është bërë shtojtës e globalizmit, shtojtës e shtazërisë, është këtu shtazëria faktikisht. Unë nga këta që bëjnë shenja gishtash kështu, kam eksperiencë vërtet shumë negative në kuptimin e njerëzve që i kam njohur personalisht, në karakterin e tyre, në sjelljet me njerëzit që bëjnë kështu, pa pastaj këta janë që duan ti mashtrojnë, janë të dhunshëm me njerëzit, me shqiptarët janë dhunshëm. Ka gjë e mbrojnë shqiptarët, po janë dhunshëm me shqiptarët. Nëse si ka mundësi ti që e kaq patriot grek dhe pastaj vetë nxirr nga shtëpia 3 vajza jetime. Ti je i patrioti, që s'po duron dot grekët, s'po duron dot serbët, ti duash shqiptarët, jo ti nxirrësh me dhunë në atë mënyrë. Ti nxirrësh me se përfiton pse ato janë pa krah, janë të dobta. Pra në këtë mënyrë mos u mashtroni me këtë, se sot ai që është më keq, me fjalë më negative, ai do të hiqet sikur është më i miri. Sot Marin Memat, Elena Kocaqet, Blendi Fevzint, Grida Dumat, i kenim për këmbë dhe këta gjithmonë do buzëqeshin, do thonë gjaku shqiptar, do bëjnë shenjat e gishta, do duke sikur këta janë të mirët. Po si shto se Sokrati, ata që kanë namin, thoshte ai, ata që kanë famën, që janë më të diturit, janë më të paditurit. Kështu që kjo është kohë e vështirë që jetojmë sot, që të dallojmë vërtet atë aleatin ton dhe të ndërpresim në këta njerëzit që dhunojnë. Domethënë, të jemi nga ne të varfrit, nga ne të shtypurit, jo nga ne ti që ka babzi pronash dhe do pronën në ta nxirri tjetri të jetë pas shtëpie, të jetë pas i gjë. Frenojnë me vëlla këto. Ishte shumë i mirë komunizmi Enver Hoxhës në krahasim me atë që po jetojmë sot. Shumë i mirë. Komunizmi Enver Hoxhës vetëm lartësohet duke parë këto që ndodh sot në Shqipëri. Ai vetëm lartësohet, vetëm lind çdo ditë. Ju uroj kalofshi mirë, dëgjojmë në videon e ardhshme, do ta ngarkojmë kanalin YouTube. Faleminderit. Pra, duke përmendur, nuk kam gjë personale me Zaçe Islamin, absolutisht, por me Zaçen si fenomen. Si fenomen shqiptar, po, patjetër, domethënë, sepse shkollajt marrish për gojë të tjerë, të thuash ky është kështu e ky është ashtu. Tani përgjigju ti, se video tu bën dhe ty tani, dhe faktet janë dhe kundër Zaçes tani. Përgjigju tani. Dhe dil tani nëpër media dhe jep. Dhe si ka mundësi këto media të Shqipëri, televizion e kështu, kanë ngelur te Zaçe Islami e tek Spartak Ngjela xhanë. Nuk paska të tjerë specialista më me kujnë, po ngelen tek Zaçe Islami, Spartak Ngjela, tek ai tjetri Idet Beqiri, kujtun çfarë janë. Orë nuk paska njerëz që të jenë profesionalisht të mirë dhe të ditur në kuptimin në vërtet, dhe të jenë dhe të ekuilibruar, mos jenë të dhunshëm, apo janë bërë gjithë shqiptarët kështu të tipit të Spartak Ngjelës. Një dakë të mirë kalofshit gjithë, të ta ngarkojnë kanalin YouTube.